Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahun e madhuar falenderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin Muhammedin alayhi salatu wassalam, i familjen e tij, shokët dhe çdo ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, edhe sot me lejen e Allahut do të vazhdojmë me hadithet e librit Riyadus Salihin dhe në kuadër të haditheve që kemi lexuar deri më tani, kemi arritur te kapitulli i sabrit, kapitulli i durimit, dhe në kuadër të këtij kapitulli kemi marrë hadithe nga më të dëshme që flasin edhe për rëndësinë e sabrit, domethënë edhe për llojet e sabrit, edhe për rëndësinë e sabrit. Dhe kemi kuptuar se durimi nga udhëzimet islame përfshin gjithë jetën tonë. Autori ka sjellë hadithe që flasin për situata të ndryshme, në të cilat realisht kërkohet jemi të durueshëm. Situata e fundit që për të kemi fol është kur njëri është i hidhëruar. Hidhrimi është pjesë e natyrës njerëzore. Dhe hidrimi, kemi thënë, është sikurse çështja e epshit. Allahu xhalla xjalaluhu e ka ndërtuar brenda njeriut, e ka krijuar brenda njeriut që atij ti duhet si mas mbrojtëse. Mirë, por nëse njeriu nuk e menaxhon si duhet dhe shpërthan, atëherë mund të vënë probleme dhe mund të shkakton dëme. Prandaj nuk është e kërkuar njeriu me azgjësu këtë pa thënë virtyt, se është virtyt hidhrimi. Mirë, po nëse te kalon kufit edhe te kalon normat normale, atër bëhet ves i keq. Dhe kemi pranë se pejgamberi alayhi sallam, kur dy njerëz kanë qenë në konflikt, e kjo është hidhrimi i tepruar. Do që në konflikt me tjerë të bën probleme e kështu me radhë. E ka thënë se udhëzimi qysh menaxhohet hidhrimi. Ka përmend pejgamberi në një hadith tjetër që ka përmend autori nga Muad ibn Anas radhiyallahu ta'ala anhu, thot se pejgamberi ka thonë: "Men kadhama ghaydhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'us al-khalaiq yawm al-qiyamati hatta yukhayyirahu min al-hur al-'ayn ma sha'a." Këtë hadith e ka përmend Muad ibn Anas radhiyallahu ta'ala anhu, i thotë se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai i cili e përmban veten e tij në rast të hidhrimit dhe mllëfit. I vije hidhnimi, provokohet, mirë, po ai e përmban veten. Ndërsa ka mundësi mos me e përmbajt veten. Se ka herë për shembull të ndërozur jenë situata që dikush të hidhnon, të bën me plas për mrena, po s'ki çka me bo. Çka kemi bo? Është më i fortë se ti, për shembull, nuk e ki mundësin me nxjerr hakun ton, si mundësi me ja kthy. Dhe në këtë rast e përmban veten, po e përmban veten për shkak se s'ki çka me bo. Në këtë rast ky ka çka me bo. Për shembull, mund me kon dikush që është më i ri saj, fëmiu i tij për shembull. Mund me kon për shembull një njeri që është ndoshta më i dobët, mund me kon i varfër, punëtori i tina, e ka çka me bo, mund me qipi punës. Mirë, po nuk e bën këtë punë. Don e përmban veten e tij dhe nuk vepron sipas kërkesave të këtij hidhrimi. Se hidhrimi kur vlon pimrana, mlefi kur vlon pimrana, tani ka kërkesa. Kërkesa çfarë janë? Domthon që sa më fuqishëm me godit palën që e ka provokuar këtë hidhrim. Domthon deri njëri ka mundësi me shku që përgjigja shumë thjeshtë edhe në azhësim total. A keni pa për shembull sa të ka njerë dëgjojmë, për shembull, valla ndodhi një plagosje në këtë vend, valla në këtë vend ndodhi gjutje me armë, valla në këtë vend u vra filani. Kur të shikon për çka e vra, për gjështja palidhje, banale.
Në për çështje që s'ka ka vle, nështë asë më u gërvish, e levu me u gjujt me armë Allah në rujtë atën. Andaj, hidhimi këta e kapëtën. Mlefi, urejtja në dikuj, këtë e ka. Ja nis me një nëzimit mërënshme, e nëse nuk e mirëmbani ju dhe nuk kujdeset, për te nuk bën sabër, din me eskalu, din me evoluo deri në, dhe më thonë, deri në konflikte me pasoja fatale, fatkeqësisht. Me pasoja fatale. Ndë ka thonë pejgamberi aje cili e përmban vetën e tij, mlefin e tij, në momentin kur ka mundësi me shpërthy, mundet me shpërthy, por nuk e bën këtë punë, pse e përmbat? Për hir të Allahut mënduar. Jo pse tutet. Jo pse për shembull hub diçka. Jo, veç pse Allahu nuk e lejon, muna me bëu vepra që nuk janë të hikshme, andaj e përmban vetën e tij. Kush e bën kët, nuk është e lehtë kjo punë. Po kush e bën kët, thot pejgamberi alayhis salam, e thret Allahu ditën e gjykimit. Shikoj çfarë nderimesh, domthonë. Jo thirrje për me poshnu, jo me nënçmu, po thirrje për me nderu Allahu azhjal, dhe nga nderimet është se Allahu i thot, nga bukuroshet hyriet e xhenetit, zgjedhet cilën po don. Don për shkak se e ke përmbajt hidhrimin tënd. Çka nëm kupton këtë vëllazër? Në derimet tani kemi marrë hadithet shumëta që flasin për vlerën e durimit. Edhe ky hadith është në vazhdën e haditheve që flasin për vlerën e durimit. Por për vlerën e durimit në situata ndryshme. Çështja e tjetër është se njëri ka mundësi me bo durim, për shembull, në një fushë caktuar, po s'ka mundësi në shtanë në fushë caktuar. Andaj këto hadithe flasin për një edukim të kompletuar të besimtarit në raport me durimin. Për shembull, dikush bën sabër kur është smut. Bën sabër. Ama nuk bën sabër kur dikush për shembull ja prish, flet, bërtet. Kjo është sabër, i mangët. Duhet edhe këtë pjesë me e përmbush. Dikush bën sabër për shembull kur s'ka, bën sabër. Ama nuk bën sabër kur ka. Kemi përmenë atë që ka nuk kupton sabri kur kapta. Edhe kjo është sabri mangët. Andaj, duhet njëri me bo sabër në të gjitha aspekt e të. Sa herë Allahu e kërkon prej ti reagimin me durim, a i duhet me qenë në nivel të duhur të përgjithësisë dhe përgjigjes ndaj asaj që Allahu te barekuta ka sprovuar me të. Në këtë rast, sprova cila është me përmbajt vetën. Dhe Allahu xhallahu ka përmendur në Kur'an sabana vlerën e përmbajtjes së vetvetes. Me përmbajt me majt mrena mllefin. Do shikon nuk po thot ata që si dhënohen, se njëri dhënohet, po thot ul kadhimin al ghaidha. Në çush ka thënë Allahu në sura Al-Imran, domthon kur flet për ata që janë bëmirësa. Do bëmirësa jo kuptojmë që japin parë, po janë në nivel të lartë të adhurimit. Dhe nga bamirësia e tyne është edhe wal kadhimin al ghaidha wal afina anin nas, edhe ata që u falin njerëzve, ne përmban vetveten edhe ja falë. Aq fuqishëm e menaxhon situatën e brendshme, aq fuqishëm e menaxhon mllefin e tij, saqë jo që nuk shpërthan, jo që nuk hakmirët, po ka forcë brendshme shpirtërore me on po ta fali. Kjo është niveli i lartë. E ka thonë pejgamberi ai që bën kët, Allahu e thret ditën e gjykimit. Sigurisht është, njerëz kanë më u thirr ditën e gjykimit për arsye të ndryshme. Disa kanë më u thirr për poshtrim, Allahu na ruaj. Pse për poshtrim? Për shkak se dunja ka qenë mendje mëllaj. Dunja ka qenë arrogant. Dunja ka jetuar domon me vetpëlqim. Andaj Allahu te barë ditën e gjykimit, don i thret për ti poshtnuar. Pse për ti poshtnuar? Për shkak se dënimi është zakonisht në përputhje me llojin e veprës. Ka qenë mendje madh, po shnohet apo, për shembull. Ka qenë për shembull ka shpif për njerëz, ka bu keq me gjuhën e tij, dënohet në gjuhën e tij. E forma të tjera domon të dënimit në përputhje me llojin e veprës. Edhe shpërblimi është ashtu të vëllezër. Edhe shpërblimi është ashtu. Qysh ka bo, për shembull që ka thënë pejgamberi, ai që i largon besimtarit një breng nga brengat e dunjas, ja largon Allahu brengat e ahiretit. Ti në dunjë ke diku një gale, ta i ka dhënë një gale të gjykimit. Po, kush fal, Allahu ja fal.
mëshironi ata që janë në tokë, që t'ju mëshiron ai që është në qiell. Në qysh të sillesh që ashtu Allahu te bartala të trajton. Edhe nëse bën mirë, po edhe nëse bën keq. E këtu shikoni shpëlimi është që ai të përzjedh nga bukuroshet e xhenetit. Pse është ky shpëlim për të? Sigurisht që e kanë vënë dietarët, për shkak se njeriu realisht të ndërvozur për të shpërthyer dhe të kaluar kufit, zakonisht provokohet nga dy forca kryesore të brendshme. Ajo është forca e epshit edhe forca e hidhërimit. Forca e hidhërimit. Çdo dy forca zakonisht e tërheqin njeriu drejt te kalimit të kufirit. E këto forca i ka të menaxhueshme. Këto forca i ka të menaxhueshme. Njëri për shembull kur të ndërozë kur nuk ka mundësi me menaxhu epshin e tij, çka bën? Kalon kufit e moralit. Nga se epshi kalon kufit e moralit. Ndërsa kur ka provokim nga hidrimi, në çka rrezikon me kalon kufit e drejtësisë. Bën zullum. E ky, domethënë, nuk prek në çështje të moralit dhe nuk i bën askujt pa drejtësi. Prandaj edhe ka ardhur shpëlimi për, domethënë, për të në formën që ka pranë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Nëse njëri ka dunjë, domethënë nuk të kalon kufit në çka, nuk prek në nderin e njerëzve. As në atë moral, e as në atë pasurisë apo integritetit apo dignitetit të tyre. E më që është i përmbajtur, atëre, domethënë, shpëlimi i tij është ai që e ka pranë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Hadithi i radhës që e ka pranë Nevawi rahimullah në këtë libër, në kapitull e sabrit, është hadithi i Ebu Hurajres radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thotë se ka ardhur njëri tek pejgamberi alayhi sallam ka thonë ausini, o i dërguar Allahut më këshillo mu, i ka thonë pejgamberi la taghdab, mos u hidhra. Mos u hidhra këtu në kuptimin që e cek më herët, mos shpërthen hidhrim, apo sigurisht do të shëroj. Ai ka thonë prap ausini, edhe një këshill tjetër ka thonë mos u hidhra. Ka thonë prap, edhe një tjetër këshill për më e kuptova këtë një këshill, ka thonë mos u hidhra. Do ne ka pranuar pejgamberi 3 herë mos u hidhra. Këtë hadith e transmeton Buhariu në Sahihun e tij. Ky hadith është një hadith i radhës, nga hadithet që e ka përmend autori që flasin domosdoshmë për rëndësinë e menaxhimit edhe durimit në raste të hidhrimit. E përmend edhe më herë dhe kjo duhet të jetë e qartë se hidhrimi është forcë e brendshme e rëndësishme që duhet të jetë funksionale, por duhet të jetë e menaxhueshme. Në funksionale kur për shembull njëri provokohet në besimin e tij, kur njëri për shembull rrezikohet në pasurinë e tij, në nderin e tij, nuk ka mundësi që qëndrimi i tij ka shikti provokimi të jetë disponimi, gëzimi. Nuk ka kështu. Je normal i ndot. Mirë, po hidhrimi i tij i provokuar nga situatat e jashtme duhet që të menaxhohet. Me durim. E tash durimi ka të deri ku me shku sa me reagu në bazë të udhëzimeve të fesë. Ç'kjo është ajo që kërkohet? Do ai reagon. Reagimi i tij është i menaxhuar me udhëzimet e fesë. E cila është forca që i mundson menaxhim me udhëzimet e fesë? Durimi. Përsa e ka përmend, domthonë, hadithet për hidhnimin te kapitulli i durimit, për shkak se durimi është realisht forca menaxhuese në raport me forcën e hidhrimit. Do të thonë dy forca, një forcë e hidhrimit e cila tenton shpërthim, edhe një forcë e durimit që menaxhon shpërthimin dhe e mban mbrana kufive hidhrimin. Ç'kjo është mesatare e Islamit apo? Jo shpërthys në hidhrim, do rënues, e shkatrues si pasojë hidhrimit, por edhe jo, domethënë, jo me pas që thot popullin rrafsh. Domthon preket moral, preket në besim, cënohet vani i tij, sulmohet vani i tij, ai ka këtë rrafsh, s'ka gale, lej njerëz rahat, gjithkush ka drejtën e vet, çu më të kanë një shpeu valla. Të kanë prek në dignitet, të kanë prek në karakter, s'to tashmë njerëz kanë drejtën e vet. Do të më pas një farë forcët brendshme që të mundson një farë hidhrimi, një farë qëndrimi tash më ndryshe. Andaj këtu ka thënë person la tagdab, mos u hidhra, do të thonë e para ruaju nga sebepet e hidhrimit që të bëjnë me shpërthy. Pejgamberi të ndërruazër, çdo njeri ja ka këshillën që atij i përket. Edhe pastaj ja këshill nuk është ekskluzive për të veç. Jo, ja këshill për këtë muslimanët është.
Por shpesh edhe këshillat kanë qenë të pejgamberi ka dhënë këshilla në përputhje me gjendjen e njerit. Ky njeri për shembull, ky njeri që i ka dhënë këshillë pejgamberit, ka pas problem me menaxhimin e hedhimit. Ka pas problem. Që ta pejgamberi s'ka kaluar në këshillë tjetër pa ja konfirmu fuqishëm se që kjo është problemi me këtë dush më marrë. Andaj njerëzit kanë të meta dëshme, por dikush i ka do më të theksuara. Për shembull, ka njerëz që let e menaxhon për shembull smundjen, sigurisht se e ka merr. Po nuk e menaxhon let për shembull humbin e pasunisë. Se dashnia për pasunin është e madhe. Ka njerëz për shembull që e menaxhon let për shembull gjumin. Quhet let për sabah, madje para sabahut quhet falet, e menaxhon let. Po nuk e menaxhon let gjuhën. E ka problem gjuhën, flet. Për shembull, ofendon, bën fjalë gibet, s'ka mundësi menaxhu. Dikur për shembull nuk ka mundësi menaxhu synin atë. Sa mënohet pa këshyrë nuk mundet, ku nuk bën me këshyrë, për shembull. E ka problem. Ai nuk mund që s'ka të meta tjera. Po këtë e ka theksuar, këto me theks veçantë e ka problem. Andaj njeriu duhet me njoh vetën e tij dhe në bazë të asaj që një vetën e tij me i trajtu veset në bazë të prioritetit. Edhe në bazë të madhësisë se kësaj shkelje në raport me udhëzimet e fesë, por edhe në raport të ndikimit të këtij vesë në jetën e përditshme. Për shembull, nëse njëri e ka problem për shembull shikimin, duhet më rujt gjatë ditës mos më dal, ose me ra pra udhë ka nuk provokohet shikimi i tij. Mos i merr sebebe se i dop ti. Gjithë natë do të më rujt. Me pas kujdes, mos më shkuën në vene, mos më ra rrugëve ku provokohesh maksimalisht. Mirë, po dikush që ka problem më të shtuar, duhet ky të jetë kujdes më të shtuar. Dikur për shembull të ndërrozur e ka problem si ky hidhnimin apo. Ti i thonë për shembull, mos u fjalos me njerëz, mos bë debat. Na gjithë të jemi të kujdesshëm në diskutime, po ka njerëz që bën debat, po është i përmbajtur. Ama që ky smunët, dy fjalë, si kap me dikan, tretave që është pastaj konflikt, është fyrje, është ngritja e zërit e kështu me radhë. I themi, "Valla pse po një debat? Ti s'bën me një debat. Ti s'bën me diskutu. Se s'mund të keni përmbajtur." Dhe ky njeri, domthonë, s'ka qenë i kujdesshëm në sebepet që e nxis një dhërimit. E kur është nxit tek ai dhërimi, s'ka pas forcë me menaxhu. Që ata i ka thënë pejgamberi la të rudhab. Ti mos udhëno. Do më qysh mos udhëno, ruaj nga sebepet, largon nga shkaqet që po ta provokojnë dhimin, nga se kur po provokosh, nuk po ki mundësi me koni përmbajtur. Mos bë debat. Mos ushtim me njerëz. Ose për shembull, të ndodhë ka njëri që tash nevoja që në situata të ndryshme, po sot ka mundësi për shembull, mos e ekspozo veten situatave ku provokohet hidhrimet. Për shembull, në kohërat gjatë ditës, kur për shembull kallabllaku i njerëzve me kerr është i madh apo. Çfarë më dal, s'ka kallabllak në sabah. A ka çfarë kallabllak në kerr? S'ka. Mund në keq që të migron një kaziesh këtë mëngjes. Mirë, pak më vonë, çka bëhet? Turë më dhe kerrëve, kallabllak, hin një kështu, kallabllak, pret këtu apo. Tash dikur pranon që shkollën në atë ku më dal me kerr. Ka mos i vi me në kompun. A e din që bëhet nervoz? Mos del me kerr Allah. Se ti di që si del bësh nervoz, vërtet shon, shtysh me dikon, ruaj veten tonë. Një veten tonë, mos e ekspozo veten sebepeve që e provokojnë mllëfin e dhërimin tonë. S'po them kur ki nevojë del, apo. Po besoj që është e qartë, mundesh me kry punë ndryshe, pa e provokuar veten çashtu bën një. Nga se ti je që nuk mund të keni përmbajtur. Ose në fusha tjera, po këtu ka në aspektin e hidhrimit apo. Ose për shembull, ka mundësi njëri që në momente para e ka probleme u përbi. Pastaj më vonë shkon duke u qetësu. I themi, momentin për shembull kur të merrni lajm për dikon a diçka, mos shko më njëherë, mos e thirr më njëherë, mos fol më njëherë. Qetëso pak, merr veten tani thirrë. Se ti je që smur më përmbajt. E thirr i thosh njëherë diçka e prish punën krejt apo. Çka është lata këto? Mos u dëno.
Do më thonë, mos e provoko vetë vetën, mos, do më thonë, u ekspozo, mos e rreziko prezencën tënde në situata në vende ku mundet me shpërthy mlefi vetë apën. Prandaj, përgjithësia kryesore të këtij ditë është që njëri të ndërvozë sigurisht duhet me e njohë vetën e tij edhe duhet me mbrojt vetën e tij nga hidrimi apo. Edhe gjithashtu, domethënë nga dobit që me ta du me përfundu është se njohja e vetvetes të ndërvozët është rruga e vetme dhe kryesore dhe hapi i parë për përmirësimin e vetvetes. Por fatkeqësisht njerëzit sot domethënë më mirë i njohin të tjerët se që e njohin veten. E din filoni ai hëdnohet shpejt. Ama kështu e ti çu shëni veten tonë? A një veten tonë që shpërthen shpejt, nuk shpërthen shpejt, a një çu shëni veten tonë? A njohja e vetes është kusht i përmirësimit. Dhe gjithashtu të ndrozën kur pejgamberi më thotë ti mos u mllafos në kuptimin mos shpërthen në mllefin ton, mos shpërthen në hidhrimin ton, e përmendëm mos i merr sebepet, ruaju nga sebepet, nga faktorët e provokimit edhe gjithashtu, do thonë, na përmend pejgamberi që të ruhemi dhe të shikojmë në pasojat. Pse i ka thonë këtij pejgamberi mos shpërthen? Jo që vetë veprimi mund me konë për të problem, por pasojat e veprimi mund me konë problematika. Pasojat e veprimi mund me konë problematika. Prandaj pejgamberi shpeshherë na ka mësuar që realisht të kujdesemi për mjetet që shpihen në qëllime të këqija, që shpihen në domthonë përfundime të ndaluara. Mjeti është problem, po jo shumë. Ama nëse nuk jemi të kujdesshëm në fazën e mjeteve, në fazën e preventiveve, mundemi që fatkeqësisht me përfundu në qëllime të këqija ose në pasoja të dëmshme të veprimeve tona. Prandaj nga kjo ditë kuptojmë se besimtarët duhet me shikua edhe në pasoja. Po, unë po shpërthaj, po ednona, çka mos tani? I thosh dikujt një fjalë, nuk mundet mo asnjëherë e mori paruar. Se paruat e më. Ai sikur se e kemi përmendur. Ta bën halal për shembull, po lëndimi në zemër jetë gjatë të vëllezër. Lëndimi me gjuhë është më i vështirë se lëndimi me plumb. Me plumb lëndohesh, okay, mund të konë në pjesë që s'është vitale, trajtohet kalon harrohet. Ama gjuha s'harrohet. Mungesa për shembull e edukatës, mungesa e sjelljes së mirë, lën gjurmë. Prandaj duhet të pasojë bashkërt me zveti, kujshit me zveti, akrebat me zveti, prind ndaj fëmijëve, fëmijët me prind e tutje të gjithë me pas kujdes në gjuhë e sjellje që mos me shkaktu pasoja që janë vështirë të riparueshme. E kur i thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mos u hidhra, i bën që kujdesu edhe për pasojat e veprimeve e jo veç për reagimin momentan apo. Po mendoj që çka nëse bëj kështu, çka ndodh? Ky kalkulim i pasojave është forcë frenuese. E ndihmon sabrin. Njëri kur i kalkulon pasojat, ka pastaj aftësi me e frenu vetveten e tij. Ai që nuk i menon pasojat hiç, ai shpërthan, ai nuk din kufi, derisa don dasha që e ka bë punën shumë keq. E pastaj i lip më kthy, por është e vështirë apo. Edhe sa ka ndodhur që domethënë një prish raporte mes njerëz, është shkatruar jeta e njerëzve. Janë shkaktuar pasoja edhe me fatalitet fatkeqësisht, edhe forma të tjera të dëmtimit për shkak të një hidhrimi të pamenagjuar si duhet në raste të caktuara. Andaj në mëson pejgamberi thonë që edhe sebepet, shkaqet, rrethanat që provokojnë hidhrimin, të jemi të kujdesshëm këtu, por edhe në pasojat e këtij hidhrimi të jemi të kujdesshëm dhe të kalkulojmë çështjet mirë, nga se kur shpërthen puna, e prishet puna, e rënohet puna, pastaj nuk është lehtë me rindërtu, nuk është lehtë me e riparuar. Allahu na ruaj nga shpërthimi i mllefit, na mundsoj që ta përmbajmë veten tonë, të jemi të kujdesshëm, të hidhrohemi për hir të Allahut azza wa jall, për hir të mbrojtjes së fesë Allahut, për hir të mbrojtjes së asaj që Allah na ka mësuar me mbrojt, na ka obliguar me mbrojt, nëse ajo cënohet edhe rrezikohet, duhet të qenë reagimi i hidhrimit, duhet të qenë reagimi i mos pajtimit, mirë po i menaxhuar me durim, i cili është i
ndërtuar mbi udhëzimet e shpallës, fjalës së Allahut edhe fjalës së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kjo është mesatarja e kërkuar dhe këtë mesatar duhet me ndjek gjithmonë, nga se kjo është ajo që Allahu te barë ka kërkuar dhe kjo është e duhura dhe ajo që garanton për njeriu edhe në këtë dunjë drejtësi edhe shpëtim, por edhe ditën e gjykimit shpërblim, që një nga ato të cekëm në hadithet e mëhershme, Allahu mos na preoft nga rahmeti i tij, as nga shpëlimi i tij, na ruaj nga idhrimi, nga dënimi i tij. Me kaq për sot Allah shpërbleft, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.